Në Qendrën për Kulturë në Kërçov u shfaq ekspozita Tekstura në pikturë nga artistja e talentuar Arbaresha Ahmeti. Ekspozita solli për të pranishmit një koleksion veprash gërshetim mes teksturës dhe ngjyrave. Për më shumë rreth ekspozitës, sfidave dhe përkushtimit të saj ndaj artit pamor, foli për televizionin Uskana artistja Arbaresha Ahmeti. Është ekspozita e dytë personale. Është një ekspozitë përbërë prej 34 veprave. Është një ekspozitë përbërë prej shumë cikleve, të cilat kanë bojnë me teksturën në thellësitë. Kombëtarisht me paraqitur sa më kjo është teksturën, por në mënyra të ndryshme, si me tekstila, ashtu me ngjyra, po ashtu edhe me forma të caktuara. Po tash dikon një vjet e gjysmë kështu. A si vjen ideja për të krijuar këta piktura? Ideja vjen prej natyrës që na rrethon, gjërat që na rrethojnë, mjedisi, materialet e ndryshme që i prekim si njeri. Thonë ju çdo udhim që mund ta bëni, shikoni se si mund ta nxjerrni në piktura. Është inspirim. Çdo gjë, për shembull natyra, lulet, gjonat, është inspirim që me kthy me një formë tjetër me paraqitur pikturat. Jo në mënyrë realistike, por në mënyrë abstrakte. Sa është interesi tek qytetarët në përgjithësi për ekspozitën? Mirë, vitet e fundit kanë nisë pak më shumë me na për krau, pak më shumë me opo na si artist dhe shpresoj që edhe vitet e ardhshme të jetë edhe më shumë.